Si menaxhohen paratë e qyteteve tona. Pushteti vendor shpenzoi 74.4 miliard lekë në 2024 me një trend rritës 3 vjeçar rreth 12%. Të ardhurat vendore për frym arritën 18.497 lekë për banor në vitin 2024, një rritje konsiderueshme që rrit autonominë fiskale. Investimet për frym u rritën në 6.376 lekë në vitin 2024, duke përmirësuar shërbime si arsimi parauniversitar dhe menaxhimi i ujit. Detyrimet e prapambetura u ulën nga 12 miliard lekë në vitin 2015 në rreth 3.1 miliard lekë në vitin 2024. Por menaxhimi i borxhit dhe investimet të qëndrueshme mbeten prioritet. Matja e performancës së bashkive gjatë vitit 2024 tregon më shumë të ardhura vendore, rritje të shpenzimeve për shërbime dhe investime, por edhe nevojë për menaxhim të kujdesshëm të borxhit dhe investimeve kapitale për të garantuar shërbime cilësore në të gjithë territorin.